A e keni vënë re që në fund të marsit ose në mes të prillit, mbas ditëve me temperatura të ngrohta dhe me një diell të mrekullueshëm befas, fillon shi, temperaturat ulen, koha bëhet më e keqe madje se sa ka qenë në dimër. Nëse pyet një të moshuar, po jo vetëm moshuar, përgjigjja e tij thjesht do të jetë erdhën plakat. Në fakt, plakat janë shpjegimi i vazhdueshëm për tekat e motit në fund të marsit dhe fillim të prillit. Po cila është legjenda e plakave dhe ku gjendet ajo? Është një legjendë që gjendet kryesisht në Shqipëri. Legjenda bazike e plakave lidhet me malin e Tomorit, me një plakë e cila menjëherë pas ditëve të mrekullueshme të marsit doli në mal bashkë me Baktin dhe duke parë kohën e mirë, i hoqi rrobat e dimrit, u ngjit në majt malit dhe thirri: "O dimër, ma more të keqen." Ndërkohë dimri që e dëgjoi ju drejtua Marsit ose Prillit, sepse legjenda ka dy dhe tha: "Mars ose Prill, o im vlla, më jep 3 ditë hua ta thaj plakën me gjithçka." Natyrisht Marsi ose Prilli e dëgjuan, ja dhan 3 ditë borxh, dimri u rikthye, plaka i kishte hequr rrobat e saj dhe e ngriun malin e Tomorit, ku ajo u kthye në shkëmb dhe ku prej këtij shkëmbi sot del një burim që pretendohet që janë lotët e plakës. Njëkohësisht ai i ngriu dhe të gjithë Baktit. Në zonën e Veriut është një legjendë e ngjashme që lidhet me çeljen e zogjve, me lindjen e zogjve të Mullizezës, ndërsa në zona tjera me 7 plaka. Por pavarësisht legjendës, që duhet jetë shumë e lashtë, pavarësisht vendit ku përcaktohet ajo si mali Tomorit, plakat janë një fenomen vërtet i jashtëzakonshëm i motit. Rrallë qëllon që 28, 29, 30 mars apo 14, 15, 16 prill mos jetë ftohtë.